Unë do ndryshoj bised, do ndalim tashmë me Margarita Kolin, avokaten në studio. Mirë se vjen, Margarit. Kishim rastin e një infermeri i ka humbur që të gjitha, po shumë i lidhur me kafshët, duhet thënë. Ndërkohë që tema që ne do të flasim pak bashkë është një temë për një personazh pak barbar ndaj kafshëve, që duket se vetëm ato nuk i ka dashur, kur e mendon, ë? Të gjitha ekstremitetet janë pjesë e jetës dhe natyrës njerëzore. Po dua ta përmend pak për gjithë ata që po ndjekin. Ditën e djeshme ne kemi patur rastin e Eva Hankos, një personi 49 vjeçare, e cila duket se ka keq trajtuar në mënyrë barbare macet brenda ambientit të shtëpisë së saj, por jo vetëm, edhe ato në komunitet. Kanë qenë vetë denoncuesit, vetë komuniteti që e ka denoncuar, edhe me frikën sepse her pas here Eva Hanko sa herë që merrej nga policia, çohej drejt një institucioni dhe më pas kthehej përsëri në shtëpi, e ripërsëriste ngjarjen e saj, pra sjelljen e saj, dhe ndërkohë edhe hakmerrej, pra edhe hakrej ndaj personave që e denonconin. Megjithatë, unë dua që t'jap zërin e denoncuesës ditës së djeshme dhe më pas ta diskutoj pak me Margaritën çfarë ndodh në të vërtetë me një person të tillë. Okej, a mund të kthehet ajo dhe dali përsëri nga spitali psikiatrik? Kush duhet kujdeset për atë pas rastit të denoncuesës? Mirë, ndërkohë që mbarim kohën për materialin, besoj që jap dhe regjis kohën për materialin, besoj që edhe ty të ka shokuar, Margarita, rastin në fjalë. Një person, apo nuk të ka shokuar shumë, se të shoh që si aq shumë e habitur, ndoshta për faktin e shëndetit mendor. Jo, nuk jam shumë habitur, sepse kam parë edhe vetë, kam ndeshur fenomen të tillë që njerëz të cilët më janë dukur shumë normal, në pamje të parë, që mund të jenë shumë afër komunitetit ku unë jetoj, dhe i kam parë që kanë keq trajtuar kafshë si mace, i qenë zakonisht, sepse këto janë kafshët që ne i konsiderojmë si kafshë shtëpiake më shumë dhe i kemi edhe afër, domethënë, komunitetit ku jetojmë. Kështu që në këtë aspekt nuk është se jam shumë e habitur, sepse ndodhin fenomene të tilla. Dhe me thënë të drejtën, nuk jam e habitur se përderisa po sillemi kaq keq dhe vrasim njëri tjetrin dhe kemi kronik të zezë shumë intensive. Unë kam qenë në këtë studio, kam folur edhe për kronik të zezë, për vrasje ndërmjet njerëzve, nuk më duket e habitshme kur njerëzit kur vriten kafshët, sepse nëse vrasim njëri tjetrin, kemi përballë një qenie të ndërgjegjshme, një njeri që presupozohet ta duam, ta ndihmojmë, ta kemi shokun, mikun, vllajën ton, atëherë bën përshtypje që vrasin kafshët. Në kuptimin që nuk më duket e habitshme, por nga pikpamja e faktit që ti e vret kafshën, më bën përshtypje fenomeni, domethënë veprimi që kryhet. Sepse kafsha është edhe e pa mbrojtur në këtë kuptim, në këtë aspekt. Shiko, në rastin në fjalë, ka një problematik, domethënë nuk është, ka një problematik shtesë. Zonja jo vetëm që keq trajton kafshën, por zonja ka dhe probleme të shëndetit mendor. Po, shtu me sa duket e ka të shoqëruar. Del tek rastin fjalë. Të paktën kështu ka shkruar në media. Tani mbetet për të diskutuar. Kjo ngelet për të diskutuar sepse sa ja ka bërë dikush raportin mjekësor zonjës. Po, unë mendoj që shpeshherë këto raste tek ne kalojnë pa, si them, kalojnë tangent dhe ne nuk i japim rëndësinë e duhur dhe kohën e duhur rasteve të tilla. Dhe unë mendoj që një rast i përsëritur, i cili shkon e hyn e del në një spital psikiatrik. Ndoshta nuk e di çfarë familjarësh ka që kujdesen, por nëse nuk ka familjar që kujdesen, patjetër që ky rol i takon tani ta bëj shteti, pra nëpërmjet shërbimeve të tyre. Ne prandaj paguajmë taksa dhe një pjesë e këtyre taksave duhet kthehet në formë shërbimesh që në rastin konkret janë shërbimet sociale ndaj këtyre personave. Sepse ti mendon që e rehabiliton në spital për një farë periudhe, ai do kthehet në komunitet, po ai në komunitet, në qoftë se nuk ka kujdes, qoftë për të pirë ilaçet, sepse e dim të gjithë tashmë, nuk është më një tabu që zakonisht njerëzit që kanë probleme të shëndetit mendor janë kronik dhe rrinë në një mënyrë të vazhdueshme nën medikamente. Dhe në qoftë se dikush nuk kujdeset, qoftë i japi dhe medikamenti. Me ligj kujdestari i takon? Patjetër që i takon kujdestari. Në rast se i kanë vdekur apo nuk ka një person kujdestar. Sepse rasti i nënës, pra në rastin e Eva Hankos, flitet që nëna i ka vdekur përpara 2 viteve, kështu që ajo s'ka patur dikë tjetër në shtëpi. Dhe s'ka asnjë njeri. Tani mund të ketë vëlla
e motor, po si ka në shtëpi? Shiko, zakonisht çështja sepse ka dy lloj kujdestari dhe dua t'i shpjegoj. E mbajmë këtu, E japim atëherë se çfarë ka thënë denoncuesja ditën e djeshme, që mos mbetet vetëm kuadrin e bisedës, po dua ta kem dhe unë si ngacmim për ata që se kanë ndjekur, se kanë nga ata që kanë parë ditën e djeshme edhe janë me mua në këto momente. Pra rikujtoj edhe një herë rastin e denoncimit, denoncuesja vetë e cila ka folur, dhe rikthehem për diskutuar detajet më pas me Margaritën. Eva Hanku nuk po ndalet. Që nga viti 2020 deri në viti 2026, kjo çdo ditë vetëm vret mace. Unë jam një dëshmitare okulare e një dite që kjo ishte duke vrarë një mace dhe ja ka marrë nga duart, ja kam shpëtuar. Kam lajmëruar patrullën, më ka ardhur në ndihmë policia. Kjo bën horrore në gjithë Tiranën, vret, i masakron, i keq trajton, derisa ju a merr dhe jetën. I marka edhe në rrugë dhe i çoka edhe në shtëpi. Çfarë bën me macet në shtëpi? Kjo i merr dhe i mbyste me tel. Ne kemi hyrë brenda në shtëpi me patrullën e policisë, kemi shpëtuar një mace, edhe kemi parë një tmerr me sy. Ajo mbante kafshë të lidhura në qese të ngordhura, të hedhura në për shtëpi. I mbante macet të ngordhura? Brenda. I kemi gjetur në për dollape macet të lidhura në qese, i kemi gjetur në balkon, në tarac, mund të ishin disa macet të ngordhura të hedhura në qese të lidhura. Keni bërë denoncim konkret në polici? Patjetër, në disa vullnetar, jemi mbledh një 10 vullnetar, kemi dhënë një dëshmik, një kallëzim atje, që të merren masa, kemi çuar video, kemi çuar foto, kemi çuar USB, videot ku i vret që është filmuar nga qytetarët në rrugë, gjithandej. Mirë. Ky është rasti i denoncuesës, që nga 2020 deri në 2026 masakruese në mënyrë nuk e di. Si themi, në mënyrë seriale. Seriale, pra kjo i bie një brasës e seriale kafshësh. Shiko, në rastin konkret është shumë e qartë, domethënë kemi të bëjmë me një person i cili ka probleme të shëndetit mendor, jo se e thot denoncuesja, po duket nga sjelljet e përsëritura që ka, dhe sidomos nga fakti që i mban këto kafshë të ngordhura në mjediset e familjes, policia ka shkuar, por unë desha të vë një diçka në dukje, e cila marr shkas nga ajo që tregoi zonja në fjalë, që vazhdimisht i janë drejtuar policisë, po policia në vetvete nuk ka koordinuar me institucionet e tjera. Çfarë do të thotë kjo? Po menjëherë ata punonjësit e policisë, kur ju ka vajtur njoftimi që gjithë herës kjo e përsërit, kemi gjetur në shtëpi, mace të ngordhura, i kemi shkuar në shtëpi, kemi gjetur në qese e tjera, menjëherë punonjësi policisë nuk e mbaron detyrën, me kaq se vajti dhe shkoj prezent aty, por gjithmonë e kemi thënë edhe në këto studio duhet koordinohen institucionet. Po e zënë se kjo e ka quar në psikiatri. Ky punonjës, po nuk është çështja ta çosh në psikiatri. Çështja është dhe e çove në psikiatri. Psikiatria do bëj punën e vetë si spital, dhe në momentin që ajo fillon të reagojë ndaj mjekimit dhe ka simptomat cilat mund të jetë lehtësuar, ajo nuk është më kontingjenti i spitalit dhe del. Por policia në radhë të parë duhet të lajmërojë shërbimin social, sepse shikon një shtëpi ku jeton një i vetmuar, i cili ka probleme të shëndetit mendor, i cili kryen këto aktet horror, sepse nuk mund të jesh normal të vrasësh kafshën dhe ta mbash edhe në shtëpi, ose ta vrasësh me tel. Do të thotë që janë veprime të një njeriu që nuk ka ekuilibër mendor. Atëherë gjëja e parë do lajmërosh shërbimin social, sepse problemi këtu nuk është thjesht ta adresojmë pasojmë, këtu duhet të adresojmë shkakun. Ky personi ka një problem. Sepse dua të dal pasaj dhe te pyetja me shumë vend që ju më ngritët, përpara se të jepesh kjo kronika, që Margarita si veprohet në këtë kohë? A mundet në këto raste të ketë një kujdestar? Shiko, dua të bëj dallimin se ma bëjnë shumë persona këtë pyetje. Ka kujdestar, i cili mund të jetë kujdestar i shëndetit, që ti shkon pranë shërbimit social shtetëror dhe ata kur vlerësojnë gjendjen e personit, vën një kujdestar të familjes që madje edhe paguhet për t'i shërbyer shëndetin, ndoshta dikur ka qenë nëna e saj e ndjer, por ka dhe kujdestar ligjor. Kujdestar ligjor vendoset në rastet kur
këti personit i hiqet zotësia për vepruar dhe menduar dhe natyrisht që ky do ketë një kujdestar, sepse ky s'mund të kryej as veprimet minimale vet, pra duhet të kujdeset dikush. Në rastin në fjalë, për mua, policia atë që duhet të bëjë është të çojë rastin jo thjesht në prokurori, sepse s'ka të bëjë me një person i cili kryen vepra penale në kushtet e përgjegjshmërisë dhe ndihet i përgjegjshëm, por kemi të bëjmë me një rast që shkon përtej kësaj. Dhe vetë institucionet duhet koordinojnë me njëra tjetrën. Në momenti që shkon rasti në prokurori, prokuroria duhet bëj vlerësimin. Vlerësimi psikiatrik mendoj që do dali i tillë që ka probleme të shëndetit mendor dhe në shumicën e rasteve kur këto çështje shkojnë në gjykata, gjykatat nuk japin vendim penal, por japin vendim për mjekim të detyrueshëm, qoftë ky ambulator apo spitalor. Dhe e kthejmë përsëri në shtëpi. Dhe shkon, jo, në rastin kur çështja shkon, jo, një minutë se do ta shpjegoj. Në rastin kur jepet vendim nga gjykata gjithmonë, sepse mendoj që deri tani ka ndodhur kjo, thjesht kjo është marrë, sepse kanë vajtur dhe kanë njoftuar për çfarë veprimesh bën dhe kanë shtruar në spital, unë po flas për një procedurë tjetër. Momenti që ka shkuar për kallëzim penal në prokurori, prokuroria bën vlerësimin psikiatrik dhe prokuroria shkon me kërkesë në gjykat në rastet kur prokurori e çmon të nevojshme dhe e çmon se kështu është situata e vërtet dhe kërkon që kjo të shkojë për mjekim të detyrueshëm spitalor. Dhe kur shkon për mjekim të detyrueshëm spitalor, nuk del nga spitali derisa të bëhet rivlerësimi pas një viti, pas 2 vjetësh, kështu siç e ka kodi procedurës. Pra nuk del. Prandaj them që institucionet nuk kanë bashkëpunuar me njëra tjetrën. Unë do t'i këshilloja në këtë rast që të bashkëpunojnë për shembull dhe spitali psikiatrik që e ka mundet shumë bukur, mundet kjo ngelet për të vlerësuar, sepse ka një legjendë urbane, për shembull njerëzit në komunikimin e përditshëm mendojnë që nëse ti ke sikur një diagnozë të shëndetit mendor, ti je i papërgjegjshëm. Jo të gjitha diagnozat e shëndetit mendor të bëjnë të papërgjegjshëm penalisht. Janë disa diagnozat të cilat, sidomos në rastet kur ti ke fragmentim të mendimit dhe fragmentim të realitetit, që do të thotë ti nuk e percepton realitetin siç është, pra më fal, nuk e shikoj Florin siç është, por shikoj diçka tjetër. Në këto raste zakonisht që janë diagnoza të rënda të shëndetit mendor, që ti nuk percepton realitetin, në këto raste mund të jesh dhe i papërgjegjshëm penalisht. Por ka diagnoza të tjera të shëndetit mendor, që megjithëse ti mund të kesh probleme emocionale ose dhe probleme të cilat lidhen edhe me disa psikoza që ti mund të kesh, por ti prap klasifikohesh i përgjegjshëm penalisht. Pra ka një për t'ja bërë të qartë edhe teleshikuesve që ka një ndryshim dhe kjo ngelet për të vlerësuar rast pas rasti. Këto janë veprime që përsëri ajo i bën dhe është e përgjegjshme dhe e di efektin që vjen, apo kjo nuk është fare e përgjegjshme dhe nuk e di çfarë ndodh me veprimet që ajo bën. Po do shohim edhe më vonë se çfarë do ndodhë, se nuk e di nëse është faza e fundit apo jo prezenta e saj në spital. Në vlerësim të parë shikoj që duhet një koordinim, sepse ajo nuk ka familjar dhe gjithë problemi është po dhe lagja ndërkohë nuk ka faj si komunitet për një person që jeton. Patjetër që lagja nuk ka faj, por unë do t'i thosha banorëve që banorët në vend që të lajmërojnë përsëri ndoshta policin, shumë mirë bëjnë që e lajmërojnë dhe policin, por është shumë mirë të lajmërojnë dhe shërbimin social, sepse shërbimi social në këtë raste, di çfarë bën, në qoftë se e shikon që ka, do me thënë, nevoj, është vetë shteti që vendoset kujdestar në rastet të tilla, nëse ndonjë familjar tjetër nuk del dhe nuk dëshiron të marrë kujdestarin. Mirë, do diskutoj pas pak me faleminderit Margarita, do diskutoj pas pak për rastin e fundit të OBSH-s që ka ngritur alarmin pikërisht për lidhje me keq-ushqyerjen dhe obezitetin tek fëmijët. Do të shkoj tek materiali edhe pak publicitet dhe më pas rikthehemi të ftuarit.